Ishte domosdoshëm restaurimi i manastirit të Ardenicës? Po, ishte i domosdoshëm, i shumë pritur, madje erdhi dhe në kohën e dur, pasi edhe pasojat e tërmetit dukeshin ende aty. Dhe fati mirë që me këtë ndërhyrje besoj do të përfundoj dhe pjesa që rrëshket e pjesa perëndimore e manastirit. Do të mbarojnë besoj në kohë dhe Po, është... mendoj se po. Manastiri është shumë i rëndësishëm, është një nga më të vjetrit të ortodoksisë shqiptare, dëshmohet qysh në shekullin e 9 mbas Krishtit. Aty mendohet këtë vend kuror edhe i Gjegjë Kastrioti Skënderbeu, ka shërbyer edhe si shkollë shqipe në vitin 1913, më pas është hapur dhe një internat i vogël, dhe qysh nga viti 1964 është monument kulture i kategorisë së parë dhe i mbrojtur. Unë mendoj që ka ardhur koha që me përfundimin e restaurimit të pjesës perëndimore të rindërtohet edhe njëherë siç ka qenë biblioteka e manastirit. Kjo bibliotekë që është djegur nga keqbërës në vitin 1932. Për fat të mirë, Karl Patsch ka bërë edhe një foto në vitin 1900 dhe nëpërmjet asaj mund ta rindërtojmë siç ka qenë, që mos të ngeli bosh, por do ishte mirë që me rindërtimin e bibliotekës aty mund të vendoshin dhe të gjitha objekte arkeologjike që janë gjetur përreth manastirit, që mund t'i shërbejë edhe turistëve, pra përveç bibliotekës të jetë edhe një muze për t'u vizituar dhe për t'u njohur më shumë me lashtësinë e zonës. Është në planet e Ministrisë Kulturës kjo? Për momentin unë mund të them që manastiri është në varësi të kishës. Pra në qoftë se do të bëhesh ky rindërtim, duhet ishte në mirë kuptim me të dyja palët, sepse fundit janë përfituesë të gjithë vizitorët, të gjithë banorët që duan ta vizitojnë, po edhe turistë, po edhe besimtarë. Se nga ana e librave nuk besoj të ketë problem, besoj që mbushet menjëherë me të gjithë ata që kanë dëshirë që të dhurojnë libra, që të rikthejmë edhe një herë atë madhështinë e asaj biblioteke që u doq në shkurt. Po me libra të rinj, libra historik, por edhe të gjitha dëshmitë që duhen, por ata që kanë dëshirë që të kontribuojnë.